Leximorja në bibliotekën e Gostivarit ende qëndron e mbyllur për lexuesit. Kjo pasi që në këto hapësira mungon nxemja e cila do të kompletonte të gjitha kushtet për një funksionim normal. Zgjidhja më e shpejtë që pritet të ndodhë për eliminimin e kësaj pengese është ardhja e pranverës e cila do të sigurojë ngrohje natyrore. Arsyeja se përse nuk u arrit të instalojë nxemja në leximoren e bibliotekës është mungesa e mjeteve financiare. E rregulluar pothuajse me të gjitha kushtet dhe e gatshme për t'u vënë në shërbim të lexuesive. Leximorja e bibliotekës së Gostivarit vazhdon të qëndrojë e mbyllur. Kjo për arsye se në këto hapësira ende nuk është zgjidhur çështja e nxemjes, e cila do ta kompletonte në çdo aspekt funksionimin normal të së njëjtës. Drejtori i Qendrës për Kulturë, në kuadër të së cilës funksionon edhe Biblioteka e Qytetit, Luan Zenku, i vetëdijshëm se nuk bëhet fjalë për ndonjë investim me kosto të lartë, thotë se pritet që nxemjen ta sigurojnë kushtet atmosferike dhe më pas leximorja të vendoset në funksion të antarëve të bibliotekës. Edhe më tej është dhimbja qëndron tek nxemja. Ta them të drejtën, punojmë në drejtim, nuk janë në pyetje mjete të mëdha, por meqense tani koha fillon të përmirësohet dhe do bëhet vetë natyra, mendoj do të rregullojë temperaturën, atëherë mendoj leximorja do jetë në shërbim, për shkak se nuk do kemi nevojë për nxemje, ta quaj kështu nxemje artificiale. Ai sqaron se për çështjen në fjalë kanë konkurruar me projekt konkret edhe në Ministrinë e Kulturës, por projekti është refuzuar me pretekstin se nuk është respektuar afati ligjor për konkurrim. Kështu kemi konkurruar, ne edhe si vjet konkurruam në këtë drejtim, por projekti u refuzua me pretekst se jemi vonuar në afatin e parapar, por ne i postuam projektet dhe tani nëse posto është vënuar 3 ditë nuk bie përgjegjësia tek ne. Ai shpreh bindjen se për dimrin që vjen do të bëjë një zgjidhje të mirë për këtë lloj nevoje me qëllim që leximorja në mënyrë të pandërprerë të mbetet në shërbim të lexuesive.